Pra Omeri radhiyallahu anhu është shembull për trimëri dhe fuqi. Nëse e shikon mirë në histori, ai ka qenë më i ruajturi që mos hyjë në luftra. Edhe për këtë shkak në kohën e Omerit radhiyallahu anhu ka qenë ideja që të çlirohet Çipro, por Omeri radhiyallahu anhu e ka penguar. Domethënë edhe nuk ka lejuar që të shkojë ushtria aty në atë vend ku nuk kanë pasur përvojë dhe njohuri për luftën det e kështu me radhë. Edhe për këtë shkak gjithashtu kemi përmendur në raste tjera dhe ju i dini për në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i ka parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabët duke u torturuar dhe duke u ndëshkuar, do të thënë pse thonë se Zoti im është Allahu për këtë shkak, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm ka kalu rreth tyre dhe ka thonë keni durim. Edhe ka bërë dua. Domethënë kjo ka qenë në fuqinë e tij në atë kohë. Dhe hyrja, domethënë futja e muslimanëve në disa çështje për cilat nuk janë të përgatitur, është dëshira e shejtanit. Edhe kjo ka ndodhur, siç transmetohet në Sahih, domethënë me transmetim Sahih, se në një prej haxheve para hijretit, disa prej sahabeve kanë menduar në të kohë se domethënë mund t'i sulmojnë mushrikët në Mina, domethënë kohën kur kanë qenë në ihram, që s'kan pas armatim, sepse domethënë në atë moment kanë menduar se janë më të fuqishëm. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndaluar, edhe i ka qortuar për këtë dhe ka thënë ktheuni në shatorat tuaj. Atëherë shejtani ka thirrur në Mina, edhe i u është drejtuar atyre që janë, më thënë Mina, i ka thonë shokët e Muhamedit duan t'ju sulmojnë. Më thënë ka bërtitur edhe si një lajmtar, edhe atëherë mushrikët janë ngritur edhe kanë marrë armë, më thënë, edhe kur kanë shku në për shatorat muslimanëve i kanë gjetur duke fjetur në to, dhe ata nuk i kanë shkelur këtë ndalimin e luftës në kohën e muajve të shenjtë, edhe pse kanë qenë mushrik. Mirë po, sigur të kishin qenë sulmum, atëherë, më thënë, në atë moment dhe të kishin shfarosur muslimanët. Këto janë vetëm shembuj që duhet t'i kemi parasysh se nuk është çështja, nuk gjikohet asnjëherë në bazë të emocioneve. Edhe nuk janë se të gjitha çështjet bardhëzi. Më thënë, duhet ta kuptojmë se ka prej sheriatit çështje të prera. Kjo është haram, kjo është obligim. Do të thënë aty nuk ka kompromise. Mirë po, ka shumë çështje që duhet të shqyrtohen. Edhe ato çështje i shqyrtojnë, do të thënë, shiko si ka përmendur. Burra të mençur, të urtë dhe dashamir, që ja duan të mirën umetit. Jo që duan vetëm t'i shkatrojnë si ai unioni dietarëve ignorantëve, do të thënë të muslimanëve, të Ikhwanul Muslimin, që kanë thënë, do të thënë tani zgjidhja e tyre për problemin e muslimanëve është që në të gjitha shtetet të shkatrohet sigurimi, edhe të shkatrohet siguria, do të thotë, të shkatrohet ushtria, të shkatrohet pushteti, si i ndihmon kjo Islamit. Që ti nxitësh popujt kundër shteteve të tyre. Pra pa dyshim se ata nuk janë dashamir. Më thënë, as nuk janë të mençur, as dituri nuk kanë, thot autori rahimahullah, më thënë, mblidhen burrat e mençur, të urtë dhe dashamir, të cilët posedojnë mendje të thellë, pjekuri të madhe. Më thënë, jo nxitim edhe si ai i riu në pubertet, më thënë që do me vrull se cilën çështje, por pjekuri të madhe, mendimet sakta, analizat të gjera. Thotë, shikoni, mund të shohim edhe të disa njerëz, do të thënë, politikës dhe të udhëheqësisë, që nuk kanë dituri në fe, ka disa çështje, po flas për këta bidatxhit prej Ikhwanul Muslimin dhe pjellave të tyre prej tekfircave dhe çdo grupi devijum. Do të thënë, edhe pse nuk e njohin fen në detaje, kanë shumë mendime më të sakta, edhe pjekuri më të madhe se veprimet e këtyre. Edhe nëse marrim një që ka arritur pleqërinë e thellë
të Ikhwanul Muslimin, si Jusuf Kardavi për shembull, nëse i krahason fjalët e Jusuf Kardavit me fjalët e disa të rive prej politikanëve, për shembull disa shteteve arabe, të sheh se pjekuria ku gjendet. Sepse ata gjithashtu janë të edukuar me islam dhe janë dashamir për popullin e tyre. Nuk janë, domethënë, që duan vetëm për ato qëllimet politike të Ikhwancave, vetëm t'i fusin zjarr muslimanët.